Shikoja në YouTube se ka pajtuar një televizion atë që bënte sondazhet e Donald Trumpit, edhe isha kurioz shikoja se ai është një nga sondazhistët e famshëm të Amerikës, edhe ai në fakt doli që kishte të drejtë kur thoshte do fitoj Trump, edhe isha kurioz shikoja çfarë thoshte për çka ka anketuar për Shqipërinë. Se s'po marrin vesh këtu çfarë bëhet këtu me këta. Se kanë paguar lekët e dynjas për atë Latifin, e keni parasysh. Marr Latifin. Edhe magjistarin, e keni dëgjuar që thonë magjistari? Latifi kishte kandidatët në Amerikë, këtu kë ka kandidat? Nejse. Edhe çat shikosh atje? Ai kishte bërë anketimin. Ne bëjmë anketime çdo muaj dhe ne e dim shumë mirë se çfarë mendon populli etj etj, dhe ai thoshte ato që edhe ne pak a shumë ashtu e kemi. Gjysma, 50% e popullit shqiptar mendon që vendi po ecën në drejtimin e duhur. Këta aty në Kanet aty. Po mirë, si ka mundësi? Jepnin të tëra shpjegime dhe mundshme përveç një shpjegimi që more mos vall këtu e kemi gabim ne dhe ca gjëra vërtet janë bërë. Jo mo, kjo tregon që populli shqiptar është i smur, tha njëri. Kuptoni jo be? Domethënë, populli është i smur, pse nuk mendon si këta? Një tuf. Edhe pastaj më hidhen mua pse thotë Edi Rama gjysma e burrave janë çyryk. Po çfarë të them? Unë e them si metaforë, kuptohet, nuk është një raport klinik. Se për mua kush shkon në Kënet është gjysmak. Do më të zgjedhësh midis BE-s dhe Kënetës. Kënetën nuk je mirë. Politikisht je autik, nuk je mirë. Populli është i smur. Tjetri thoshte, atëherë kjo është atmeshme. Se si mundet që gjysma e popullit të thotë që këtu gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur, kjo tregon që këtu ka një frikë shumë të madhe. Do me thënë, Edi Rama i ka trembur këta, të jem palc. Do me thënë, njerëzit janë të trembur, edhe kur i pyet dikush i thotë, si mendon ti, po shkon në vendin në drejtimin e duhur të gabuar, thonë po shkon në drejtimin e duhur nga frika. Një tjetër thoshte, i ka bler Edi Rama. Kupton apo? I ka bler. Se janë kaq në administratë, por në administratë ne e dim shumë mirë. Administrata voton njësoj si populli, ka pjesën që voton njërën palë, ka pjesën që voton palën tjetër. Po mësuesit sot, e di sa mirë më ka ardhur kur kam parë në 7 mars një grup mësuesesh te Këneta që jepnin opinione, kritikonin qeverinë, mësuese. Por ja të shkojnë të shohin, i ka vajt njëri të thotë pse isha atje, i ka luajtur njëri nga vendi, nuk bën vaki. Nuk bën vaki. Kurse një çyryk fare, pastaj fare, tha Edi Rama i thot, shkojnë në Google, shikoni fotot e mia nudo ose i josh me trup. E kuptoni jo të shqeqajnë të abe. Do me thënë, mund të gjejnë çdo arsye në botë që nuk bën sens, përveç një arsye thjesht, more, po si erdhi kjo Shqipëri te dera e Bashkimit Evropian, dhe si vjet te dera e Bashkimit Evropian, çfarë janë ata? Se mirë këtu, unë i pas kam bler, i pas kam trembur, këtu që nga populli i smur, të tërë të çmendur, vetëm këta janë në rregull, që në fakt është e kundërta. Dakor. Këtu që nga bërë ata autokraci. Atëherë thoshte njëri, kjo tregon që jemi në një autokraci si në Rusi. Po